A do ta ndryshonte skenën politike kthimi tyre në Kosovë, kthimi zotit Thaçi, do ta dobësonte pozitën e zotit Kurti si lideri kryesor në Kosovë? Por zoti Thaçi ka qenë president kur na kanë fituar. Kështu që nuk ka lidhje ja, absolut. Por jo kur i keni fitu 51%, keni fitu me LDK 1%, sa ka qenë president ai, kurse më vonë keni fitu 51% 2020. Zoti Thaçi ka shkuar në Hagë në 2020. Po e di ato, e di këtë procesin, por po them se zoti Thaçi mund të kthehet në Kosovë, mund të jetë përsëri kryetari i partisë, do të garanë atë shumë që do të ardhë. Por ju do të fitonit edhe kundër PDK-s me zotin Thaçi. Po, nuk ka kushtenal, është epoka e Albi Kurtit, nuk ka lider. Kur am thu lider? Vetë thuma një. Bedri Hamza, Lomir Abdigjiku. Jo, e ka shkatruar. E ka shkatruar qytetin 4 vite, çka po? E ka qenë diguri dikon, vetëm tregon dikush. Lemre. Unë nuk po du me hina pjesën e, po them se nuk ka kush që e mund zotin Kurti, kjo është e vërteta.